إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Me të vërtet lavdërimet dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Jemi tek pejgamberi parafundit. Jemi tek Isa alayhi salam. Te Isa I biri I Maryamës, I dërguar I Allahut subhanahu wa taala. Ibn Jauzi tregon nga Wahb ibn Munabbih se ka thënë se natën e lindjes kur ka lind Isa alayhi salam, krejt putat e botës, krejt idhujt e botës janë rrëzuar, që janë kom, janë rrëzuar. Sa herë që njerëzit I kanë drejtu putat, idhujt, ato janë rrëzu prap, derisa shejtan kanë shku dhe janë anku tek iblisi, te drejçi I madh, te shejtani I madh. Edhe tash iblisi po sillet rreth tokës dhe tha se pash një foshnjë e cila ishte e posa lindur, foshnjë të cilën e kishin rrethuar melekët, u mundova që t'i afrohem, mirë po nuk isha mundësi. Ajo po thot iblisi se ishte e çuditshme këtu se Allahu ma ka fshehur mua lindjen e tina. Nga se nuk ka ndodhur që të lindë një fëmijë, e unë të mos jem pranë atij fëmijë kur të lindë. Kjo do të thot, sipas këtij transmetimi, se shejtani I mallkuar nuk ka mujt me arrit me u afru Isës alayhi salam. Edhe kur e kon foshnjë, edhe kur e kon bebe, edhe në momentin që ka lind. As që ka mujt me prejk me dorë. Që shka në hadith të pejgamberit alayhi salam, nuk ka foshnjë që lind, e që shejtani mos ta prejk në bel. Me çka fillon? Me çajt foshnja, po zbirit të Maryamës dhe nënës së tina. Po se cili fëmijë, si të lindje, minjarë nis me kajt. Pse? Pse e prejk shejtani. Kështu ka në hadith të pejgamberit alayhi salam. Përveç Isaut të birit të Maryamës, që s'ka mujt me u afru shejtani as në momentet kur është I dopt, kur është foshnjë, kur nuk ka asnjë tëmet njeriu. Pasi që Maryamja I pa të gjitha këto shenja që Allahu ja dërgoi gjatë lindjes, se si ju lecuan dhimbtët, se si ju largua mërzia dhe u qetësua, u bë gati të niset me djalin e tina, me djalin e sajna, tek populli, e bindur se Allahu ka me mbrojt dhe ka për ta pastruar ata. Thuhet se Maryamja qëndroi 40 ditë në vendin ku ka lind. Apo sipas një transmetimi tjetër thuhet se më njëherë kur e lindi Isaun alayhi salam, më njëherë shkoi tek populli me foshnjë dorë dhe krenare, as pak e nënçmuar dhe për ulur. Jo pse është tash e mërzit Maryamja, se ka bën ndaj gabim, se s'ka bën kurrë gabimi, se kjo lindi me lejet Allahut subhanahu wa taala. Kështu do ishte Allahu subhanahu wa taala, dhe se ndinte vetëm fajtore as pak, se nuk ishte bën kurrë mëkati. E sikur se ta ndjente vetën të poshtruar, apo se ta ndjente vetën se kishte bën ai mëkat, hiç kish më shku tek populli vet. Ja kishte mbajt dikon, kishe ik
ishte zhduk dikon, ose do të qëndronte Mariemja e fshehur derisa ta gjenin. Por Kurani thot, duke e bartur në gryk, shkoi me të te afërmit e vet. Shkoi tek populli i vet. Kështu ajo ju drejtua popullit të sajna, dhe posa u takua me ta, pa një pa dyja të filluan me fol. Të çuditshëm se prej ka e mori këtë fëmijë. Kjo nuk është e martuar. Kjo s'ka nejt mas një burr. Pika këtë fëmijë. Ato edhe të çuditur, por edhe të mërzitur, pse bija e tyre e ka bë këtë sen. Kinë se si pas atyre, se e ka bë një fëmijë në mënyrë të paleçme, pa kurorëzim. S'ka qenë e martuar. I thanoj Marieme, ti vërtet e ke bë një sen që është shumë e rëndë. Çka nuk e bën askush. Diçka të pazakont. Në veçanti na kur e dim se çfarë familje ke ti. Imrani, baba i Mariemës, ka qenë imam, ju ka pri njerëzve në namaz, ju ka pri benu Israelve, Izraelitëve në namaz, ka qenë njeri ditur, ka qenë njeri që krejt kanë pas mendim të mirë për ata. Mirë po edhe për Mariemën kanë pas mendim të mirë, se ka qenë grua devotshme. Kur gjo të keqe s'ka fol për Mariemën, deri sa erdhi ky moment. Ti thonë të gjithë ne të kemi njohur për grua të devotshme dhe të sinqertë, dhe ti thonë e ke bë këta, ti e ke bë këtë punë të keqe, ti e ke bë këtë marrë të madhe, që më së paku i ka hije thot familjes tane. Më së paku thot ty të ka hije me bë këtë punë. Ti çfarë vajzë dhe çfarë grua je. Thot ne e kena njohur shumë mirë babain tënd, Imranin. Ai nuk ka bë kur si vepra këqija. Bile dhe nëna jote, thot ka qenë shumë e devotshme. Nuk ka qenë e pamoralshme, thot pika dole ti kështu. Thot babën se ke pas kështu. Nanën se ke pas, pika dole ti. Sigur të na ka raste që Allahu i sprovon prind, tudet janë të mirë. Mirë pa Allahu i sprovon me një fëmijë të keq. Edhe vetin pika dole ti. Babën e ki të mirë, nanën e ki të mirë, thot pika dole ti. Pika dole ti pis. Ka që si raste që ndodhin këtë kohë. Edhe kështu, nisin akuzimet për Mariemën a.s. Nisin akuzimet me akuzat rana, se akuzan moral dhe akuzan der është akuz shumë e ranë. Është akuz shumë e madhe, që nuk përjetohet letë, edhe nuk ka përdijet letë. Mariemja këto fjalë po i dëgjon, mirë po, ajo nuk po tronditet edhe nuk po shqetësohet. As nuk po turpërohet kur e din se është i pafajshëm. Njeriu kur e bën një punë të keqe dhe e fajsojnë, dhe i thojë se ti e ke bën, është më ndryshe, kur se ka bën edhe të ngjesin biftan, të ngjesin shpifje, kjo është akoma më e rëndë. Kur e ke bën, di që e ke bën të keqen, e bësh me çnosh. Ama, kur se ke ba dhe me thonë që e ke ba, kjo është shumë e rëndë. Kjo është shpifje. Me shpif, nderin e një muslimane. Pra, thot, kur nisen me shpif, edhe me akuzu për fëmijën që e kishte, ajo pi thot, vetë në këtë foshnjën, vetë në foshnjën time, vetë në djalin tim, se si ka lindë. Pyet në thot ata, pro pyet në këtë se nga e mora këtë foshnje, pasi jeni duke më akuzu thot mua pa dëshmi dhe pa argumente. Jeni tu më akuzu me hamendje, s'keni kur një farë fakte. Ata të çuditur për pyetjen e Mariemës po thojnë, si neve po na thuti me vetë foshnja kjo, kur foshnja që sa ka lind. Foshnja s'morët me fol. Që sa ka lind. Thot ta kishte gjetur për në arsyetim më të logjikshëm se kjo kur një farë logjike s'ka. Në këto qaste, kur pi vështirësohet gjendja e Mariemës, kur akuzat po i renditeshin njëra pas tjetrës, erdhi koha që mu shfaq fuqia Allahut subhanahu wa taala. Edhe që ishte duke pi Isa alayhis salam duke thithur xhirin e nanës, kur i dëgjoi akuzat ndaj nanës, e la xhirin dhe ju drejtua atyre me fytyrë dhe i tha unë jam robi i Allahut. Ata u thon Allahu Akbar. Allah është më i madhi. Qysh mundet me fol? Foshnja që është në xhirin e nanës, foshnja i posalindur, qysh mundet me fol? A kjo ishte mrekulli pra janës Allahut subhanahu wa taala. Këre Isa alayhis salam edhe s'parjer kur ka fol,
Ka fol duke dëshmuar se Allahu është një. Duke dëshmuar se unë jam rob i Allahut, e nuk jam Zot. Këto fjalë të para që ka thënë Isa alayhi salam, me lejnë Allahut subhanahu wa taala. Së pari, po e pastron Allahun xhaleshanu nga ajo që do të shpifet më vonë. Se Hanes do të lindë Isa alayhi salam. Hanes pastaj do të nisin mi bo shirk Allahut subhanahu wa taala dhe me shpif se Isa alayhi salam është i biri i Zotit, njëra prej akuzave më të rënda, njëra prej shpifjeve më të mëdha që ja kanë bërë Allahu subhanahu wa taala, po që ja kanë bërë Isa alayhi salam. Ai u thon, unë jam rob i Zotit, unë nuk jam Zot. E s'pari herë, është mundu me pastru Allahun subhanu wa ta'ala. Për ati biftoni që ja kanë gjitë Zotit. E më pastaj, e pastronën edhe nanën e tina. Duke i thonë se kjo është mrekulli për janës Allahut. Kështu ka dhe ishte Allahu me ndodhë. Isa alayhi salam vazhdon ta përshkruaj vetën me cilësinë e 2 dhe 3. Cilësia e parë që përshkruaj vetën, tha unë jam rob i Zotit. Kjo cilësia e parë, cilësia e 2 dhe 3, pasi e para ishte se është rob i Zotit, cilësia e 2 është se Allahu më ka dhënë librin. Pas kësajna, pasi që tritet Isa alayhi salam, Allahu kish më dhënë Injilin, kish më shpall Injilin Isa alayhi salam, apo Biblën që shithojnë të krishterët. Pastaj, cilësia e 4 është se më ka bërë të bereqetshëm dhe të begatshëm kur të që shkoj. Kështu ka përmendur Isa alayhi salam. Cilësia 5 dhe 6 thot Zoti im më urdhëroi që të fal namaz sa të jem gjallë dhe natyrisht pasi që të rritem, se Isa alayhi salam ishte foshnjë. Thot Allahu më ka urdhëruar me fal namaz. Dhe pastaj më urdhëroi me zakatin e pasurisë. Me nda një pjesë të pasurisë për kategori që Allahu i ka përmend dhe Allahu ka urdhëruar që më ia dhon zakatin. E fjala zakat, kur kena folur për zakatin e kena thënë se fjala zakat e ka fjalën e pastrimit, me pastrua. E thoi dietar se fjala zakat këtu e ka mund ta ketë një kuptim tjetër, domethënë me me bë pastrimin e shpirtit. Se me zakat, që japim zakatin, ne pastrojmë pasurinë, ndërsa këto ka pas për qëllim pastrimin e shpirtit nga çdo mëkat. Pra thot më parasiti Allahu të fal namaz dhe të largohem prej mëkateve dhe të kryej obligimet. Cilësia 7 është thot se më ka bërë të mirësjellshëm ndaj anës time. E ka bëjë Isa alayhi salam që më respektu nanën e tina. Kjo është urdhri i Allahut. Dhe Allahu ka thënë në Kur'an wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Thot Allahu ka urdhëruar që mos ma adhuroj asnjë tjetër përveç Allahut, ma adhuroj vetëm Allahun, wa bil walidayni ihsana. Edhe me prindrit mos sjellni në mënyrë më të mirë, mos sjellni në mënyrë më të bukur. Cilësia 8 dhe 9 thot janë se nuk më ka bërë kryelar dhe mendje madh. Unë thot nuk i bëj dhe s'kam i bë zullum njerëzve, s'kam i bë padrejti. As nuk më ka bërë thot njeri që i thyn urdhrat e Zotit dhe bën mëkate. Thot unë kurrë nuk i bëj keq, as me fjalë, as me vepra. E cilësia 10 thot selam i Zotit. Thot paqja shpëtimi i tij qof mbi mua në këto 3 ditë, në ditën e lindjes, pastaj kur kam për të vdekur, pastaj në ditën e llogarisë, në ditën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. Kjo është nder për të nga ana Allahut dhe informim se ai do të jetë në përkujdesin e plotë Allahut subhanahu wa taala. Dhe askush s'ka më mund të më bëj keq Isa alayhi salam. E të krishterët nuk e pranojnë faktin se Isa alayhi salam ka folën djep. Se si ta pranojnë faktin se ka folën djep, çka ka thonë kur ka folën? Ka thonë unë jam rob i Zotit. E bën kundërshtim me ideologjin edhe me fenë e tyre. Prandaj nuk e pranojnë se Isa alayhi salam ka folën djep. Do të thonë se Jezusi Isa alayhi salam është i biri i Zotit, a këtu vet Isa alayhi salam po thotë se unë jam rob i Allahut. Dhe nuk thotë që unë jam biri i Allahut, biri i Zotit. Prandaj e fshem tërësisht këtë tregim se Isa alayhi salam ka folën djep. Mirë po, Allahu ka thënë në Kur'an këta. Allahu ka thënë në Kur'an: "Dhalika Isa ibn Maryam qawlu al-haqq alladhi fihi yamtarun." Kjo është fjala e vërtetë rreth Isaut, të birit të Maryamës, në të cilën ata shkaktojnë dyshime.
Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nuk I takon Allahu që të ketë fëmijë. I pastër subhanak, I pastërt I Allah. I pastërt është Allahu për kësaj shpifje që ja kanë bë. Allahu kur dëshiron një send, ai vetëm thot bëhu dhe ajo bëhet më njëherë. Kështu Allahu e mësoi që me lind Isa alayhi salam. Dhe se Allahu Zoti im dhe Zoti juaj, prandaj thot adhurojeni atë, kjo është rruga e drejtë. Isa alayhi salam ka thonë, edhe Zoti jam, edhe ju është Allahu, nuk ka zot tjetër përveç se Allahut. Allahu ka thënë në Kur'an thotë vërtet çështja e Isaut, të lindur pa baba, tek Allahu është sikur se çështja e Ademit. Ata krijoi nga dheju, e pastaj ati I tha bëhu dhe u bë. Ç'është muti Allahu me kriju Ademin alayhis salam? Prej dhejut, prej kurgjaje. Ç'është ka muti Allahu subhanahu wa taala me kriju Isa alayhis salam vetëm prej nane, por Allahun këta është shumë e lehtë. Allahu thot në vazhdim, nuk është as pak e vërtetë se Allahu pati fëmijë. Ai nuk ka nevojë të ketë fëmijë, nga se Allahu është I gjalli përgjithmonë, nuk vdes kurrë. Ai është I pastër nga akuzat e tyre që thanë se Isa është biri I Zotit. Allahu nuk ka asnjë tëmet, I pa tëmet është Allahu. Çështja e tij është se kur dëshiron të bëjë diçka, ai thot bëhu dhe bëhet më njëherë. Njeriu ka dëshirë me pas fëmijë. Njeriu ka nevojë me pas fëmijë. Për më kënaq kur është I vogël, pastaj për me ndihmu kur të rritet, pastaj të ndin veten më të fortë. Edhe me pas trashëgimtar. E çish mundet Allahu me pas fëmijë kur Allahu nuk ka nevojë për me pas fëmijë. Allahu nuk ka nevojë për kurrë. Allahu është I plot fuqishëm. Allahu nuk mbarret prej kurrë. Allahu s'u mbarret prej kërkujna. Allahu është I vetëm dhe I pashok. Prej fjalëve që foli Isa alayhis salam në diap ishte Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. As ju dhe as unë nuk kena Zot tjetër përveç tina. Thot atë adhurojeni Allahun dhe mos më adhurojeni mua. Sepse edhe unë edhe ju që të gjithë jemi robër të Allahut, Allahu është Zoti jon. Kështu, fithir Isa alayhis salam, fithir në tauhid, njohshmërinë e Allahut. E kundra e tauhidit cila është shirku, që e kanë bërë të krishterët. Dikush e përmend, këtë na kena një Zot, edhe muslimanët, edhe krishterët, edhe jehuditët kena një Zot. Nuk është ashtu, se të krishterët nuk po thonë që është një Zot. Po thonë se janë tre, është Zoti, biri I Zotit edhe Shpirti I Shenjtë. A çka thot Allahu në Kur'an? Kul, thot hu Allahu ahad, thuaj, Allahu është një. Nuk ka Zot tjetër përveç se Allahut. Lem yelid wa lam yulad. As nuk është I lindur, as nuk ka lindur ka Allahu subhanahu wa taala. Pra dallimi më I madh që kena na me të krishterët është tauhidi. E që është esenca dhe thamili fes. Pa tauhid, pa iman, s'ka as besim. S'ka as shpëtim, s'ka as xhenet, Allahu na rujt. Pasi që orit, Isa alayhis salam vazhdoi me najt në Beitul Maqdis, duke ia madhruar Allahun dhe duke I thirrur njerëzit në besim. Duke I thirrur njerëzit në besim, në iman, derisa Allahu e shpalli për pejgamber Injili, dhe Allahu ja zbriti Injilin Isës alayhis salam në gjuhën sirianite, gjuhë e vjetër. E Imam Taberiu në historinë e tina, thekë se Allahu e zbriti Injilin kur I kishte 30 vjet Isa alayhis salam, 3 vite para se të ngrihet në qiell. Këtë librat e shenjtë, edhe Zeburi që I ka zbrit Davudit alayhis salam, edhe Tevrati që I ka zbrit Musës alayhis salam, edhe Injili që I ka zbrit Isës alayhis salam, edhe Kurani që I ka zbrit Kurani që I ka zbrit Muhamedit alayhis salam, kanë zbrit në Ramazan. Përsa Ramazani është muaj I madh, është muaj I dalluar për muajve tjerë. Se në këtë muaj ka zbrit Kurani. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin ka zbrit Kurani. Por përveç se ka zbrit Kurani, ka zbrit edhe Injili, edhe Tevrati, edhe Zeburi. Këtë libra të mëdhoj, këto janë 4 libra të mëdhoj, kanë zbrit në muajin e Ramazanit. Allahu I ka dhënë disa mrekulli Isës alayhis salam, disa mucize që si kanë pas pejgamberët e tjerë. E para, ai me durët e tina e mirë të baltën dhe e bante në formë të shpendit, pastaj I frinte edhe me lejen Allahut, Allahu ja jep të shpirtin dhe fluturon të shpendi. Mrekulli tjetër ishte shërimi të verbërve. Në atë kohë mjekësia kishte përparuar shumë kohën e Isës alayhis salam. Saqë mjekësia kishte arrit
që ato të cilët ishin të verbur, mishërua. Mirë po, ato të cilët kishin lind të verbur, s'mike kërkush mishëru. Allahu e prun Isën alayhi salam, me sfidu mjekësinë asoj kohe, edhe ato fëmijë që kishin lind të verbur, Isa alayhi salam i shëronte me lejen Allahut subhanahu wa taala. Më rregulli tjetër ishte shërimi i sëmundjeve të lëkurës. Ai e shëronte zgjebën, edhe sëmundje tjera që ishin të lëkurës, disa sëmundje të asoj kohe, që ishin sëmundje të rrezikshme edhe ishin sëmundje vdekje prurse. E mrekulli tjetër ishte edhe ngjallja të vdekurve, që këta s'ka mujt me bë kurkush. Edhe kurkush mos ka me mujt me ringjallje të vdekur. Allahu subhanahu wa taala ja dha këtë mrekulli Isës alayhi salam që mi ringjall të vdekurit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj një mrekulli tjetër që përmendet në ajatin se Isa alayhi salam e dinte se çka fshinin njerëzit në shtëpitë e tyre. E dini se çka kanë në shtëpitë e tyre, çfarë pasonie kanë, çka kanë. Këto ishin mrekullit që Allahu ja kishte dhënë Isës alayhi salam për me dallu se ky është pejgamberi i Allahut, ky është njeriu i zgjedhur i Allahut. Pra kjo është pjesa e sotshme. Elusmi Allahu subhanahu wa taala, Allahu na dhon sinqeritet në fjalët dhe në vepra. Elus Allahu na madhruar që Allahu më pranu agjërimin, namazin, istighfarin, leximin e Kuranit dhe çdo vepër të mirë. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.